Dhe nëse Alda Klosi dënohet 15 vjeta, do ta nxjerrë patjetër se nga i ka nxjerrë parat. Dhe parat ja ka dhënë Arben Ahmetaj në ruajtje. Dhe Arben Ahmetaj los sot me parat e mia dhe sponsorizon Sali Berishën. Politikari më i madh. Faleminderit. Çka ke Sali Berisha? Jo, s'kam asgjë unë, ai ka punë dhe veta. Le të mbaroj puna atje ku është. Domethënë, sot këto para dhe të gjitha parat e krimit Mos fol për Sali Berishën. 100 herë kam thënë. Po mirë, ti thuaj tani nuk do them timen. Po mirë, prekën njerëz të mërziten. Po le të preken, le të shkoj atje të pi kafe, të qetësohet. Dgjoj tash. Mos Tani. Nëse vazhdojmë aty. Tani. Po ku ti mori lekët ky Arben Ahmetaj ty kjo? Edhe një herë kam thënë 100 herë në prokurori e kam thënë edhe në gjykat. Dëgjojeni mirë. Vetëm tu ke nëse ka thënë. Jo, e kam thënë edhe këtu. Ç'a bëjnë? Që është pjesë e vendimit formës prerë. Domethënë këto nuk janë thjesht konkluzionet e mia, po janë konkluzionet e gjykatës. Po. Kompanit, domethënë bankierët, fshehin transfertat. Fshehin ose transfertat të plota ose transfertat të vogla. Me qëllim që pastaj t'i vjedhin ato drejte në burim, ande nga nisen. Këtë truk ka përdorur Arben Ahmetaj. Bashk duke filluar nga vetë Shpëtim Karakushi dhe dashnore e tij apo gruaja e tij. Këto janë të përmendura këto në kallëzi. Janë të përmendura. Tash Shpëtim Karakushi e ka pranuar që është fajtor, ka shpifur. Po çfarë ka shpifur? Për çaj duhej atij të thoshte që Angel Luka nuk është në rregull nga trut e kokës, kur ai vetë e ka shkruar që transferta është. Për çaj i lindi atij ky dyshim? Po çfarë do të thotë tjetër ty ajo? Do marr lekët ai. Po pra, tani sa njerëz po le pa bukë me këto që po thonë. Tani këta ndërhyjnë dhe prandaj nuk japin parat, sepse ata nuk japin parat sepse nëse unë i marr parat, shkoj i marr vetë parat atje ku nisen. E kupton? Por këta kanë bërë një pyetje, ti ku i gjetë gjithë këto para? Kjo është. Atëherë 100 herë të kam thënë, unë i kam shërbyer shtetit dhe jo vetëm shtetit, kam mbrojtur jetë njerëzore, ndoshta më shumë se çdo njeri tjetër në botë, nëse bëhet fjalë për një njeri të vetëm. Domethënë, nëse ta them një njeri ka punuar në këtë drejtim, ai njeri që ka dhënë më shumë shërbime jam unë. Dhe shërbime të cilësisë, domethënë të rangut më të lartë, që mund të ekzistojë, të siguroj për të. Ti thua thjesht që ke fol kështu apo i ke me kopsitur atë shkruar? O po tre i ka vetë policia dhe prokuroria i kanë dorë me firme me vule. Me gjitha se sa takon vlera. Po, sot që po flasim, dëgjoj mirë këtu, sot që po flasim. Që ta kuptoni edhe një herë. Shumë mirë. Do ta themi edhe një herë. Sot që po flasim. Ka 2 javë që policia e shtetit ka edhe fytyrën me foto të personit që ka marrë pjesë në grabitje banke. Ky informacion i është paraprirë prokurorisë që para 4 vjetësh dhe është bërë zyrtar me të gjitha detajet 1 vit e gjysmë, domethënë 20 muaj të shkuar, domethënë në 10 korrik 2023. Domethënë në kohën që zonja bente hetimin andej, që se bëri fare, unë përsëri ndihmoja shtetin shqiptar, prokurorinë shqiptare dhe prokuroria shqiptare. Menjë. Ç'pungeti ndihmo shtetin? Ndihmo zonjën si kështu, po ndihmove të shtetin e ka kjo zonja bashkë me këto zonja dhe këto zotëritë e tjera. Ti s'kupton një gjë. De facto po ndihmon po këto. Jo. De facto ata e kanë ngrënë grepin tash. E s'lizin do na parangalli. Ma mend ta po them. Ma mend ta po. Ata janë përlyer. Kjo qetësia jote. Zmaj kaq miliona euro. Po unë di kaq shumë gjëra sa këta, jo vetëm që parat s'do t'janë dot. Po do përfundojnë të tërë me jo më pak se 15 vjet burg secili, jo më pak, me i vogli do dënohet 15 vjet. Domethënë Alda Klosi është ajo që do dënohet më pak se të tërë, ose ajo do të tregojë të vërtetën se nga kanë rrjedhur këto para.